Kryeministri Kristian Mickoski thotë se Bullgaria gjithmonë më shumë e vërteton se ndryshimet kushtetuese nuk janë problemi real. Ai fajsoi përsëri qeverinë e kaluar që hyri në aventurën e shtetit fshin dhe pranoi një marrëveshje që pengon integrimin e vendit. Mua kjo nuk më habit, nuk e di nëse është befasi për dikë tjetër në shtet. Ata vetëm i konfirmojnë ato që i kemi thënë, që nga momenti i parë se nuk është kërkesa vetëm për bullgarët në kushtetut, por ridefinimi plot i identitetit Maqedonas. Por këto janë ditë që duhet të na bashkojnë dhe mendojnë se më në fund, si popull, pavarësisht a jemi në pushtet apo në opozit, do të kuptojmë thjesht duhet të jemi bashkë, tha Mickoski. Ndërkaq, LSDM-ja nuk ka reaguar për akuzat e kryeministrit, ndërkohë përgjigjja e Mickoskit vjen disa ditë pasi autoritetet bullgare, përmes një komunikate të Ministrisë së Punëve të Jashtme bullgare, komentuan Mickoskin pasi ai tha se Bullgaria ishte e shqetësuar nga fakti që plani i veprimit për minoritetet i dërguar nga Maqedonia në Sofje ishte shkruar në gjuhën maqedonase. Në të pala bullgare nuk përmend gjuhën maqedonase, por i referohet si gjuhë e qasshme për qytetarët e Maqedonisë. Nga atje thanë se ky dokument nuk është çështje e marrëdhënieve dypalshe, por është një çështje e brendshme e Maqedonisë dhe është logjike që ai të jetë në një gjuhë të qasshme për qytetarët e saj.